Trump paremëroni Iranin, ju pret një kohë shumë e keqe nëse nuk arrini marrëveshje. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka lëshuar një paremërim të fortë ndaj Iranit, duke deklaruar se Teherani do të përballet me pasoja serioze nëse nuk pranon të arrijë një marrëveshje me Shtetet Bashkuara. Në një intervistë telefonike për BFM-TV, Trump u shpreh se mbetet i pasigurt nëse pala iraniane do të pranojë kushtet për një marrëveshje, por theksoi se alternativat do të jenë shumë më të vështira për Republikën Islamike. Nuk kam asnjë ide nëse do ta bëjnë. Nëse nuk e bëjnë, do kenë një kohë shumë të keqe. Një kohë shumë të keqe. Më mirë të bëjnë një marrëveshje, deklaroi presidenti amerikan. Deklarata vjen në një moment kur tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta pas përshkallëzimit të konfliktit që nisi me 28 shkurt, kur SBA dhe Izraeli ndërmorën sulme ndaj objektivave iranian duke nxitur kundër përgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikan në vendet e gjirit. Situata u rëndua më tej me mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike transportit detar të naftës në botë, duke shtuar shqetësimet për stabilitetin ekonomik global. Një anëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet e zhvilluara në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje afatgjatë të qëndrueshme. Pas kësaj, Trump vendos të zgjasë anëpushimin për një periudhë të pacaktuar, duke ruajtur njëkohësisht bllokadën ndaj anijeve që lëvizin drejt ose nga portet iraniane përmes ngushticës së Hormuzit. Deklaratat e fundit presidentit shtojnë pasigurinë mbi të ardhmen e negociatave dhe sinjalizojnë se marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Teheranit mbeten një pikë kritike.